Deri më tani gjithsej 632 qytetarë të Maqedonisë kanë kërkuar informacione për evakuim nga rajonet e prekura të lindjes së mesme. 136 persona janë regjistruar në Doha, ndërsa numri në Abu Dhabi vazhdon të rritet dhe aktualisht arrin në rreth 477 persona. Sa i përket qytetarëve tanë në Izrael, numri mbetet i pandryshuar. Për 6 persona me ndërmjetësim të ministrisë ka përfunduar evakuimi dhe ata kanë vendosur të largohen me shpenzimet e veta përmes fluturimeve komerciale drejt Shkupit. 6 persona të tjerë, të cilët shprehen gatishmëri për evakuim, gjatë ditës do të transportohen në mënyrë toksore nga Izraeli në Egjipt. Do të vendosen në një hotel me shpenzimet e shtetit dhe pritet që nesër me aeroplan qeveritar të nisen drejt Shkupit. Sa i përket qytetarëve në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katar, përfaqësia diplomatiko-konsullore në Abu Dhabi është në fazën e përfundimit të detajeve teknike dhe logjistike për organizimin e fluturimit charter, informojnë nga Ministria e Punëve të Jashtme, duke shtuar se përfaqësitë diplomatiko-konsullore po përgatitin një plan të veçantë për evakuimin e qytetarëve që ndodhen në Bahrein dhe Kuvajt. Apelojmë tek të gjithë qytetarët e Maqedonisë që ndodhen në rajonet e prekura, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Bahreini dhe Kuvajti, nëse nuk e kanë bërë ende, të kontaktojnë menjëherë me përfaqësinë diplomatike konsullore përkatëse ose me numrin SOS të ministrisë. Ministria e Punëve të Jashtme siguron se mbetet në kontakt të vazhdueshëm dhe plotësisht në dispozicion të qytetarëve, si dhe në koordinim të rregullt me autoritetet lokale kompetente, me qëllim të kryerjes së evakuimit në mënyrë të sigurt.